flasim për planet dhe çfarë pritet ndodh me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë Kosovës. Në studio e kam të ftuar Ministrin e Mbrojtjes Jop Maqedonci. Faleminderit shumë që erdhën në Kompas. Faleminderit për ftesën. Një atmosferë interesante në bon stil, ku publikuat edhe pamje nga atje. Qa ndodhi me pjesëmarrje edhe të kryeministrit dhe presidencës poshtu? Sot ka qenë ndërrimi i komandës grupit luftarak Lindje, pra grupit Amerikan, i cili shërben në kuadër të KFOR-it. Ky ndërrim i komandës bëhet zakonisht çdo 8 muaj kohë të fundit dhe nënkupton që komandën e grupit Lindje e merr një komandant dhe një njësi e re nga SBA dhe ishim të ftuar normalisht leadershipi i institucioneve të Kosovës në këtë event, në këtë ngjarje dhe ndoqëm nga afër ndërrimin e komandës dhe atë ceremoninë që bëhet zakonisht kur bëhet ndërrimi i komandantëve të grupeve, por edhe komandantëve të njësive të tjera të KFOR-it. Jeni në fillim të mandatit të dytë si ministër i mbrojtjes, megjithatë java tjetër është vendimtare nëse do të vazhdoni mandatin. A jeni të preokupuar se si do të shkojë procesi i votimit presidentit ri? Normalisht që gjithë secili është i preokupuar, sepse është jetike për vendin tonë që të ketë vazhdimsi të funksionimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. E mira në këtë, mund të themi, konfuzion është fakti që tani më kemi një kuvend të konstituar, kemi një qeveri në vend, qeveri me ministra, qeveri funksionale, cila po vazhdon të kryej detyrat, por jam i bindur që me një bashkëpunim ndoshta më të afërt të gjithsa subjekteve politike do të arrihet që të tejkalohet, mund të themi, edhe kjo sfidë dhe të kemi zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Ka rrezik për zgjedhje të reja? Unë besoj që tani është koha që vullneti edhe gatishmëria e gjitha subjekteve politike të vihet në pa, sepse është shumë e rëndësishme për Kosovën që të kemi institucione, sidomos kur kemi parasysh kohën kur po kalojmë, kur kemi parasysh sfidat globale, por edhe sfidat regionale, por edhe ambicjet tona për të ecur përpara, për progres, për siguri dhe begatime të mirë. Çfarë ka qenë për këtë temë, çështja më e përfolur ditëve të fundit është kandidatura potenciale e dikujt prej familjes Jashari. Ju punoni me dikën nga familja Jashari për shkak të pozitës që e mban në krye të FSK-s. A keni arrit me konceptu diçka prej këtij diskutimi dhe pastaj edhe refuzimit për këtë pozitë nga Murat Jashari, që është i vetmi deri tash që u deklaru? Normalisht vendimi për mos kandidim i takon Murat Jasharit, edhe përgjigjen besoj që ka dhënë Murat Jashari gjatë ditëve të kaluara. Unë punoj me general Bashkim Jasharin, mirë po besoni që gjatë gjithë kësaj kohe që kemi kontakte dhe punë, i gjithë fokusi ynë është mbrojtja, është ushtria dhe shumë pak diskutojmë për këtë pjesën, mund të themi, të ngjarjeve që mund të lidhen me partitë politike. Pra, general Jashari është duke vazhduar që të jetë një oficer, një drejtues i ushtrisë, i mund të themi depolitizuar në aspektin partijak dhe ne i shmangim këto diskutimet që ndërlidhen me aspekte jashtë institucionale. Dhe po ashtu është folë si emër potencial, nuk bëhet fjalë për kandidat? Nuk kemi pasur ndonjë format të tillë, asën dhe asaj besoj. E qartë. Po ashtu temë shumë e rëndësishme është edhe çështja e Bordit Paqes, një prej iniciativave më të përfolura globale, që është iniciativë direkte e presidentit amerikan Donald Trump dhe pastaj kjo çështja e kontributit të FSK-s në Gaza. Ka pastaj diskutime nëse është merite presidencës ose merite qeverisë kjo, bazuar në interpretimet që janë dhënë kohëve të fundit. A na shpjegoni pak çfarë ka të bëjë FSK-ja dhe Bordi i Paqes në këtë çështje? Unë vlerësoj që pikëspori është merite popullit të Kosovës, është merite qytetarët të Kosovës, orientimit të qytetarëve drejt strukturave euroatlantike, përqafimit të vlerave demokratike, është punë e gjitha institucioneve, gjitha dikastereve, çdo arritje që ka Kosova, është punë e përbashkët, është punë e gjitha dikastereve cilat përfaqësojnë, mund të themi, fushat specifike. Ne po flasim për dy institucione, mund të them për dy trupa të ndryshëm, por që përputhen në një qëllim. E kemi forcën stabilizuese për Gaza, forcë për cilën ne kemi diskutuar vitin e kaluar,
Qysh në shkurt të vitit të kaluar kemi pas takimin e parë ku është diskutuar kjo çështje bashkë me kryeministrin Kurti në Mynih, në konferencën në Mynih, kemi takuar koordinatorin për siguri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Palestinë dhe Izrael, general në atë kohë ka qenë general lejtnant Michael Fensel, me cilin është diskutuar, është hapur ai diskutimi i parë rreth mundësisë që Kosova të kontribuojë pas përfundimit të mund të themi të konfliktit në lindjen e mesme në rripin e Gazës. Normalisht që ai ka qenë vetëm një diskutim, mirë po edhe nga kryeministri, edhe nga unë është shfaqur vullneti politik për të kontribuar në qoftë se kërkohet nga ne, kurse me 10 dhjetor ne kemi pranuar një ftesë nga komanda amerikane qendrore, komanda qendrore e ushtrisë amerikane, ftesë e cila ka ftuar general Jasharin për të marrë pjesë në konferencën në Doha për krijimin e forcës stabilizuese për Gaza. Të nesërmën, pra me datën 11, unë kam dërguar propozimin te kryeministri Kurti dhe kam rekomanduar që të aprovojmë shkuarjen e general Jasharit në Doha të Katarit, për të marrë pjesë në konferencën për krijimin e forcës stabilizuese për Gaza. Të njëjtën ditë, me datën 11, nga kryeministri ka marrë aprovimin që të lejojmë shkuarjen e generalit për të koordinuar me tej çështjen e forcës stabilizuese për Gaza. Çka do të theksoja, sa për sqarim të opinionit, forca stabilizuese për Gaza është një forcë që është krijuar dhe do të funksionojë bazuar në një rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, rezolutës 2803, pra është një mandat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë nga OKB-ja për të drejtuar një operacion paqërues në rripin e Gazës. Dhe kjo mendoj që është ajo fitoria kryesore e vendit tonë, pjesëmarrja për herë të parë në një operacion që është mandatuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pastaj iniciativa e Bordit të Paqes, iniciativa e presidentit Trump për Bordin e Paqes, është një iniciativë që adreson më shumë këtë administrimin politik të ngjarjeve, administrimin politik të krizave dhe vendosjes së paqes dhe sigurisë, që patjetër që ndërlidhet me forcën stabilizuese, mirë po janë dy iniciativa, dy organizime, mund të themi, që janë të ndryshme, por që gjithmonë kanë qëllim të njëjtë, pra vendosjen e paqes dhe sigurisë. Forca stabilizuese, ku merr pjesë edhe FSK-ja, nuk ka të bëjë me iniciativën amerikane për Bordin e Paqes, por është rrjedh nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Është patjetër ndërlidhur me iniciativën e presidentit Trump, sepse si organizim. Bordi i Paqes ka synim, mund të themi, kontributin për paqen dhe sigurinë në botë, pra është një iniciativë, një bord që do të mirret me çështjen e krizave globale, edhe patjetër që Bordi i Paqes do të jetë një drejtim politik dhe administrativ në të ardhmen i gjitha operacioneve, duke përfshirë edhe këtë operacionin në Gaza, që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po mandatimi i forcës stabilizuese, pra mandatimi i Shtetet e Bashkuara për krijimin e forcës stabilizuese për Gaza, është bërë nga OKB-ja, pra përmes rezolutës së Këshillit të Sigurimit. A keni qëndrim për Kosovën si antar themelues i Bordit Paqes, si qeveri dhe pastaj duke i bashkërenduar edhe këto aktivitete? Po gjithmonë vendi ynë Kosova ka qenë krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithmonë ka qenë në përkrahje të SBA-ve, në përpjekjet e saj për paqe siguri, edhe kësaj rradhe nuk është se do të ishte ndryshe, pra ne patjetër që do të jemi me ato forca, me ato struktura që promovojnë paqe dhe stabilitet, dhe vlerësoj se duke qenë pjesë e Bordit të Paqes, Kosova është një faktor stabilizues dhe faktor që ndikon, mund të themi, në stabilitetin dhe sigurinë globale. Ne edhe ashtu kohët e fundit gradualisht jemi duke u shndruar nga një konsumues i sigurisë, nga një vend konsumues i sigurisë, në një vend eksportues të saj, duke pas parasysh që kemi marrë pjesë qysh nga 2021 në operacione paqëruese në linjën e mesme, pastaj mbështetja për Ukrainën, bashkë me Mbretërinë e Bashkuar kemi zbarkuar në ishujt Falkland dhe Belize, jemi duke planifikuar dhe zbarkime tjera dhe kjo krejt
në funksion të poshës dhe sigurisë globale dhe normalisht për të dëshmuar që tashmë jemi pjekur, jemi të përgatitur, jemi, mund themi, të gatshëm për të kontribuar për poshë dhe siguri. A ka diçka konkrete, çfarë do të jetë numri i ushtarëve të FSK-s që do të shkojnë, ku do të rrinë, ku do të qëndrojnë? Në pjesën veriore të Gazas është fol fillimisht sa do të qëndrojnë, a është rrezik për ta? A ka ende gjëra në letër më në detaje? Ne jemi duke punuar në vazhdimsi, kemi punuar gjatë ditëve të kaluara bashkë me komandantin e FSK-s, General Jashari, në identifikimin e kapaciteteve të mundshme me cilat mund të kontribuojmë në operacionin në Gaza. Normalisht ne presim në vazhdimsi edhe kërkesat që vijnë nga partnerët, në këtë rast nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se me cilat kapacitete do të morrin pjesë në Gaza. Tani më ne kemi dëshmuar që pothuajse me çdo kapacitet që kemi ndërtuar në kuadër të forcës së sigurisë së Kosovës, jemi të gatshëm të morrim pjesë. Kemi dëshmuar që morrim pjesë me kapacitete ushtarake, por edhe me kapacitete tjera që mund themi janë më shumë të dizajnuara për çështje të reagimit në situata të tjera, siç janë deminimi, por edhe mund themi njësi të tjera të FSK-s. Pra, tashmë kemi dëshmuar që Forca e Sigurisë së Kosovës ka kapacitete të shumëllojshme për të dislokuar dhe unë besoj që në javën tjetër ne do të adresojmë më qartë çështjen e pjesëmarrjes në Gaza, sepse çka do të theksuar këtu është fakti që deri më tani ka vetëm vullnet politik të institucioneve tona, të presidentës, të kryeministrit, mirë po ende nuk kemi vendim politik, sepse vendimi politik merret në qeverinë e Kosovës pas rekomandimit që do të shkojnë nga Ministria e Mbrojtjes, më saktësisht nga unë, për mbledhjen e qeverisë për të vendosur për zbarkimin e FSK-s. Kjo mund ndodhë javën ardhshme. Ne po bëjmë përpjekje që sa më shpejt që t'jetë e mundur, në mënyrë që të kemi një mandatem, mund themi, të FSK-s për zbarkim, sepse pas vendimit të qeverisë, normalisht që çështja kalon në kuvend, ku kuvendi autorizon shkuarjen e FSK-s jashtë vendit, sipas ligjit për zbarkim të FSK-s jashtë vendit, dhe në fund normalisht presidentja do të autorizoj bazuar në këto dy vendime, mund themi zbarkimin e FSK-s jashtë vendit. Normalisht që gjatë kësaj periudhe bën edhe analiza të ndryshme të kostos financiare, të trupave që dërgojmë, të çështjes që theksua të rrezikut, mirë po unë jam shumë i bindur që asnjë operacion paqërojtës nuk ka rrezikë të veta, ne kemi gjithmonë parasysh këtë dhe ne marrim përsipër bashkë me komandantin në pjesën e rrezikut, mirë po kontributi për poshtë normalisht kërkon edhe mund edhe sakrificë. Dhe prej partneriteteve që është përfolur shumë kohëve të fundit është edhe marrëveshja trilaterale me Shqipërinë dhe Kroacinë. Së fundmi patëm edhe një kundër përgjigje, po e thënë Piro Vengut, ministrit tashmë të shkarkuar në qeverinë e Shqipërisë, sa i përket adresimeve të Serbisë në raport me këtë marrëveshje. Qysh i përgjigjeni Beogradit në raport me këto shqetësime, po e thënë kushtimisht, që është duke i ngritë? Ne në asnjë bashkëpunim që bëjmë me vendet e regionit, por as me vendet e tjera partnere, nuk e bëjmë me synim për të adresuar një kërcënim të veçantë. Unë vlerësoj që Serbia problematike nuk e ka as shumë këtë marrëveshje trilaterale, sa e ka cënimin e qasjes hegemoniste dhe qasjes dominuese të saj në raport me vendet e Ballkanit. Pra sa herë ka organizime, sa herë ka zhvillim të sistemeve të mbrojtjes, sa herë ka zhvillim të vendeve përreth, Serbia të sheh si një kërcënim, sepse kërcënohet qasja hegemoniste që ka në raport me fqinë. Përndryshe, normalisht që ne asnjëherë nuk kemi synuar që përmes kësaj deklarate të kërcënojmë askënd, mirë po kjo deklaratë ka objektivat e saj, ka pikat e saj, ku janë të theksuara brenda, mund të themi, tekstit të kësaj deklarate, dhe që janë trajnimet, ushtrimet e përbashkëta, që vetëm kemi filluar t'i planifikojmë. Pastaj kemi bashkëpunimin për industrinë e mbrojtjes, si në prodhim, ashtu në prokurimet të përbashkëta. Dy vendet, si Kroacia, ashtu edhe Shqipëria, duke qenë vendet e NATO-s, morën gjithashtu përsipër me këtë deklaratë që të mbështesin Kosovën me një zë të vetëm në samitin e NATO-s, po dhe aty ku kanë mundësi
për çështjen e integrimit të Kosovës në NATO. Gjithashtu, kjo marrëveshje adreson edhe çështjen e adresimit të përbashkët ndaj kërcënimeve hibride, por edhe ndaj kërcënimit të infrastrukturës kritike, sepse tani më infrastruktura kritike nuk i përket vetëm një vendi, shtrihet dhe lidhet me shumë vende dhe në këtë rast me Shqipërinë edhe Kroacinë. Dhe ke qenë prej personave në sferën politike që në vazhdimsi keni treguar për organizimin e Serbisë në afërsitë kufirit me Kosovën. Si qëndron niveli i kërcënimit edhe i rrezikut nga shteti i Serbisë? Thelbi i kërcënimit serb ndaj Kosovës është qasja hegemoniste që ka Serbia në raport me Kosovën dhe jo vetëm me të, por edhe me fqin të tjerë. Pra, gjitha këto aktivitetet që bëhen pastaj duke shfrytzuar ushtrinë, grupet paramilitare, siç ishte rasti i grupit në Banjska, po edhe organizime tjera duke përfshirë dezinformimin dhe lajmet e rreme, janë në shërbim të politikës hegemoniste që promovon Serbia dhe që nuk ka rreshtur së promovuari gjatë kësaj kohe. Pra, unë më vlerësoj që thelbi gjithë problemit me Serbinë është e qasja hegemoniste e Serbisë, interesi saj për të dominuar e Ballkanin Perëndimor veçanërisht, dhe normalisht që pastaj kjo përkthehet edhe me veprime të tjera, siç janë kërcënimet hibride. E kur flasim për kërcënimet hibride, atëherë duhet të kuptojmë që kërcënimet hibride nuk janë vetëm lajmet e rrame, nuk janë vetëm grupe terroriste, nuk janë vetëm dezinformime dhe sulmet kibernetike, po janë edhe veprimet që i bëjnë me forcat konvencionale. Pra, Serbia këtë vendosjen e bazave për gjatë vijës kufitare me Kosovën, mund të themi edhe vendosjen e ushtrisë kryesisht në jug të territorit e saj, e bën për ta kombinuar me aspekte tjera që i përdor kundër Kosovës, siç ka qenë për shembull grupi që ka tentuar aneksim në Banjska, por edhe aktivitete tjera. Pra është një qasje hibride në raport me Kosovën, dhe normalisht ne çdo ditë më shumë jemi duke dëshmuar që jemi të aftë për të përballur me këtë qasje dhe gjithashtu jemi të aftë që ta bëjmë këtë në shumë drejtime. Policia e Kosovës ka dëshmuar profesionalizmin e saj gjatë sulmit në Banjska, Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka dëshmuar profesionalizmin e saj kur ka goditur rrjetin e spionazhit serb në Kosovë. Ne po dëshmojmë për ditë në Forcën e Sigurisë Kosovës dhe Ministrinë e Mbrojtjes profesionalizmin ton duke zhvilluar kapacitete profesionale të afta për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që vjen nga kushdo qoftë. Prej presidentit të Amerikës është folë për luftën Kosovë-Serbi, deri te liderët e shtetit në shumë raste rreziku nga një konflikt potencial. Qysh është aktualisht situata? A ka rrezik për një luftë në Kosovë? A ka nevojë për të shqetësuar qytetarët niveli i përgatitjes institucionale dhe gatishmëria sidomos e FSK-s? Normalisht fokusi gjatë mandatit të kaluar tonë qeverisë, bashkë me institucionet e sigurisë, ka qenë pikëspori që të administrohet territori i Republikës së Kosovës. Dihet që në 4 komunat veriore të vendit tonë ne kemi pas mungesë të shtrirjes së sovranitetit, rendit ligjit dhe administratës shtetërore, dhe gjatë asaj periudhe 4 vjeçare që kemi pasur, ne kemi arritur që përveç mposhtjes së grupeve të armatosura që vepronin në veri të vendit, të shtrijmë edhe administratën, të pengojmë strukturat, mund të themi, paralele për të minuar pavarësinë e sovranitetin e vendit tonë, për të prerë shumë rrugë ilegale që kanë krijuar evazion fiskal në raport me vendit tonë, dhe shumë, mund të themi, aktivitetet të tjera që kanë zbehur jashtëzakonisht shumë rrezikun që brenda territorit të Republikës së Kosovës të ketë, mund të themi, ndonjë destabilizim. Tash, në raport, e thashë më herët, të kërcënimeve të jashtme, ne kemi një qasje hegemoniste që vazhdon të jetë e tillë nga Serbia, mirë po në anën tjetër kemi një forcim të kapaciteteve tona ushtarake, të kapaciteteve tona të mbrojtjes dhe sigurisë, dhe çdo ditë e më shumë ne po bëjmë më të kushtueshme, mund të themi, tentativën e çdo kujt për të kërcënuar Republikën e Kosovës, duke investuar në ushtri, duke investuar në strukturat tjera të sigurisë. Normalisht që ne vazhdojmë që të kemi edhe raporte shumë të mira dhe bashkëpunim me partnerët tonë, në mënyrë që t'i adresojmë kërcënimet
dhe rrezikshëm. Dhe ky bashkëpunimi me aleatët dhe forcimi i FSK-s, si është duke u zhvillu kjo faza e transformimit të FSK-s në ushtrime, kompetencat plota? Ne tani më jemi në fund të tranzicionit, fazës së tranzicionit, çka duhet të sqaruar për opinionin, është fakti që ne qysh në 2018 me ndryshimin e ligjeve kemi marrë mandatin për mbrojtje, pra ne kemi një ushtrim me mandat të plotë ushtarak, siç kemi edhe një Ministri të Mbrojtjes që ka mandat të jetë Ministria e Mbrojtjes që drejton politikisht dhe administrativisht Forcën e Sigurisë Kosovës. Mirë po, kjo faza e fundit të tranzicionit lidhet me arritjen e aftësive të plota operacionale. Pra ne kemi një ushtri që e kemi zhvilluar gradualisht, që e kemi zhvilluar jashtëzakonisht shumë këto vitet e fundit si rrjedhoj e mbështetjes me buxhet që kemi marrë nga kryeministri dhe qeveria, dhe tani jemi në përfundim të arritjes së aftësive të plota operacionale që nënkupton që të kemi një ushtri të gatshme për të kryer mandatën e saj që është mbrojtja e territorit, mbështetja ushtarake për autoritetet civile dhe zhvillimi i operacioneve ndërkombëtare. Në këtë aspekt, çka mund të them për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, është që ne kemi tejkaluar shumë fesh objektivat që i kemi pasur në kuadër të planit tonë të tranzicionit, sepse duke pas buxhet dhe mbështetje nga qeveria, por edhe nga partnerët tanë, ne kemi arritur që të kemi shumë lloj-llojshmëri të armëve, pra kemi shumë lloje të armëve që nuk ka qenë fare të planifikuara në planin e tranzicionit dhe që tani më i kemi në Forcën e Sigurisë Kosovës, kemi njësi të reja që i kemi krijuar, që fare nuk kanë qenë të planifikuara në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit dhe këtë e kemi bërë për shkak të ndryshimeve në ambientin global, mund të themi, të sigurisë dhe nevojave teknologjike që kanë dalë duke pas model luftrat që po ndodhin në përbot. Pra, ne kemi tejkaluar në shumë dimensione, sot kemi shumë lloje të armëve, por kemi edhe sasi shumë të madhe të armëve se që ka qenë planifikuar me këtë plan. Por edhe në aspektin e personelit ne po rekrutojmë, tani me 2 mars do të hapet konkursi për 320 ushtarë për Forcën e Sigurisë Kosovës, që gradualisht ne po plotësojmë atë numrin që është paraportur në planin gjithëpërfshirës, për të kaluar pastaj në fazat të tjera, sepse me objektivat e reja qeverisë, ne kemi edhe konceptet e reja që do të punojmë në to për mbrojtje, por edhe për industrinë e mbrojtjes. Dhe po ashtu, kjo faza e forcimit të FSK-s rrjedhimisht e shpreh edhe ambicien për antarësim të Kosovës në NATO, përveç nivelit administrativ dhe të sigurisë, kjo temë sidomos në fushat zgjedhore është edhe politike. Dikush thotë që Kosova mund të antarësohet më shpejt, dikush thotë që vjen periudhë më gjatë ose periudhë mesatare. Në fakt, cili është plani real drejt antarësimit të Kosovës? Unë lërsoj që ne do të bëjmë punën tonë, do të bëjmë të angazhohemi në vazhdimsi që të parafrojmë Kosovën me NATO-n. Shpesh, mund të themi, në shumicën e rasteve, antarësimi në NATO varet nga, mund të themi, më së shumti vetë nga vendet antarë të NATO-s, pra nga gatishmëria tyre për të pranuar një shtet në NATO. Ne nga ana jonë, vlerësoj që kemi bërë shumë progres në këtë drejtim. Ne jemi në një situatë shumë të favorshme të zhvillimit të mbrëmshëm të ushtrisë sonë, edhe të kapaciteteve mbrojtëse, por edhe të Ministrisë së Mbrojtjes në raport me vendet e tjera që ka qenë kur janë pranuar pranë NATO. Ne po bëjmë vazhdimisht hapa në këtë drejtim, gjitha sistemet e armatimit, gjitha pajisjet dhe automjetet që prokurojmë vetëm nga vendet e NATO-s dhe kryesisht sipas sistemit qeveri me qeveri, pra government to government, dhe normalisht që përveç kësaj, gjithë pjesëtarët e FSK-s janë duke u trajnuar dhe përgatitur bazuar në doktrinën e NATO-s dhe kurrikulën e shkollave të NATO-s, por edhe shumicën e oficerëve dhe drejtuesve tonë të gjitha niveleve i kemi të trajnuar dhe edukuar në një pikë të caktuar në një nga shkollat, mund të themi dhe institucionet edukuese ushtarake të vendeve mike, veçanërisht të SBA-ve, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shqipërisë, Turqisë, Kroacisë, por edhe vendeve të tjera. Dhe a mund të planifikohet dhe të parashikohet në potencialisht cilin vit, ose në çfarë periudhe kohore mund të konsiderohet Kosova tamam shtet antar i NATO-s? Përderisa nuk varet ekskluzivisht prej vendit tonë, është e vështirë të parashikohet një datë apo kohë e caktuar se kur mund të ndodhë
kjo. Normalisht, situata është shumë e favorshme, duke filluar nga dëshira dhe vullneti institucioneve të Republikës së Kosovës për të qenë pjesë e NATO-s, pastaj të mbështetja praktike me buxhet dhe mbështetja administrative që qeveria ka ofruar për kapacitetet tona të mbrojtjes, dhe veçanërisht fol vullnetit dhe angazhimit të gjithë pjesëtarëve të FSK-s në krye me General Jasharin. Ne kemi bërë shumë përpjekje dhe punë për ta bërë këtë. E thash, kemi disa vende mosnjose që ndërlidhet pastaj pranimi me vullnetin e tyre për të përkrahur këtë pranim, mirë po kemi edhe një momentum të ri që lidhet me ligjin e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që adreson për herë të parë faktin që të antarësohen pro vendet e Ballkanit Perëndimor në NATO, dhe dihet që ndër vendet e Ballkanit Perëndimor janë vetëm Kosova dhe Bosnia që nuk janë pjesë e NATO-s. Gjithashtu, gjatë gjitha diskutimeve që kemi në gjitha nivelet, por edhe diskutimeve që kam unë me ministrat e mbrojtjes së vendeve të ndryshme të NATO-s, ne vazhdimisht jemi duke marrë çdo ditë e më shumë përkrahje dhe mbështetje për antarësimin e Kosovës në NATO, dhe këtë po adresojmë edhe në dokumenta zyrtare. Kemi një memorandum bashkëpunimi me Britaninë e Madhe, ku Britania e Madhe gjithashtu ka adresuar çështjen e mbështetjes së Kosovës për NATO, por edhe me vendet të tjera mike dhe partnere. I përmende edhe armatimin dhe nivelin e modernizimit të armatimit në FSK. Çka mund shpalosni, natyrisht ato që janë për publikun, situatën dhe planet në vazhdim? Ne në vazhdimsi në fakt po prezentojmë kapacitete, po prezentojmë pajisje dhe sisteme, normalisht gjithmonë duke ruajtur atë pjesën e konfidencialitetit, sepse ka shumë të dhëna që ne nuk i prezentojmë, pavarësisht që shihet pajisja, ka edhe shumë të dhëna tjera që nuk shihen nga opinioni publik. Ne kemi prokuruar shumë sisteme të reja të armatimit, vetëm vitin e kaluar kemi prokuruar disa prej sisteme më moderne, edhe me Gjermaninë, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Turqinë dhe partnerët tjerë. Do të veçoja faktin që në dhjetor kemi kontraktuar një prej sisteme më moderne të artillerisë, 105 mm, artilleri pra që përdoret nga trupat e Kërmsërisë në mbështetje të veprimeve luftarake. Është vendi i parë Kosova që ka prokuruar jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtë sistem, dhe që është sistemi Hawkeye, që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga kompania e mirënjohur EM General. Pra është sistem artillerie mobile, që është e këtij lloji e para, më themi, në Ballkanin Perëndimor, dhe ne do të vazhdojmë edhe në vitet në VM, që të ndërtojmë kapacitetet dhe fuqizojmë forcën e sigurisë Kosovës, modernizojmë sistemet tona, normalisht që tash po hym në fazën e fundit të tranzicionit, në fazën e fundit të arritjes së aftësive operacionale, që nën kupton që fokusi ynë do të jetë mbrojtja kundërajrore, por edhe rritje e mbrojtjes ajrore, pra sepse dihet që tashmë kemi 3 lloje dronesh luftarak në forcën e sigurisë Kosovës, do të nevojitet edhe plotësimi me flotën e helikopterëve, dhe pastaj e thash radar. Është faza e fundit, pra në 2 vjeçarin e fundit ne do të bëjmë kontraktimet për këto sisteme, kurse do t'i kemi besoj në një kohë sa më të shpejt të mundur, po kjo varet normalisht edhe prej vetë prodhuesve dhe vetë sektorëve cilët merren në çështjen e liferimit. Ne shumicën e blerjeve, kur i bëjmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bëjmë përmes programit FMS, sidomos këto blerjet që janë strategjike, që nën kupton që Departamenti i Luftës tash që quhet në SBA bën prokurimin për nevojat të ushtrisë së Kosovës. Buxheti 2026 është miratu tashmë në kuvend. Çka keni në fokus për këtë vit në aspektin e investimeve ose investimeve, blerjeve, çështjes së mirëqenies së ushtarëve në FSK? Pikërisht ky vit do të jetë viti kur ne po kalojmë në një fazë shumë të rëndësishme, atë të sistemeve strategjike të mbrojtjes kundërajrore. Ne jemi duke komunikuar bashkë me komandantën e FSK-s, me partnerët tonë. Aktualisht, kur po flasim, në forcën e sigurisë Kosovës kemi ekspert nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po na ndihmojnë që të identifikojmë se çka i duhet Kosovës konkretisht për mbrojtjen kundërajrore, dhe normalisht për të kaluar pastaj te faza tjera të prokurimit të këtyre sistemeve. Normalisht rekrutimi personelit do të jetë vazhdimsi një ndër objektivat tona,
mirë po me programin e ri të qeveris, objektivat e mia për 4 vitet e ardhshme do të jenë të fokusuara në drejtime të ndryshme, implementimi i programit të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, që është një program i ri që ndryshon sistemin e mbrojtjes së vendit tonë, duke i dhënë mundësi shoqërisë dhe institucioneve që të jenë pjesë përbërëse e sistemit mbrojtës të vendit tonë, pastaj industria ushtarake, industria e mbrojtjes, që është një segment shumë i rëndësishëm jo vetëm për vetë qëndrueshmërinë e institucioneve tona, mirë po edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës, pra krahas fuqizimit të ushtrisë, modernizimit të kapaciteteve të saj, 2 objektiva tjera do të jenë aspekti industrisë së mbrojtjes dhe mbrojtja gjithëpërfshirëse, edhe normalisht palënanash objektiva tjera si që janë bashkëpunimi ndërkombëtar dhe vetë qëndrueshmëria. Te kjo çështja e pajisjeve, a keni arrit me konkludu që është puna e këtyre dronëve që është përfol shumë kohëve të fundit? A ka pajisje ushtarake që prodhon pa ditë qeveria, konkretisht Ministria e Mbrojtjes? Normalisht gjitha pajisjet ushtarake që prodhohen, edhe që duhet prodhohen në Kosovë, duhet kalojnë në për faza dhe në për testimet të ndryshme, cilat patjetër që do të përfshin edhe institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës, aktualisht i vetmi dikaster që lëshon leje për prodhim të ndonjë sistemi të armatimit është Ministria e Punëve të Brendshme, mirë po normalisht që gjithmonë me pëlqimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne jemi duke punuar në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, ne ende nuk kemi lëshuar ndonjë leje mund të them për prodhim të dronëve, mirë po jemi në koordinim me shumë prodhues të ndryshëm në botë, por edhe me inovatorë brenda Republikës së Kosovës për ta bërë këtë. Tashmë dihet që kemi kontraktuar një fabrikë, në fakt është kompleks industrial prodhues ushtarak, që do të vendoset në regionin e Gjakovës dhe që do të prodhojë municionet e para të Republikës së Kosovës, municione të standardeve të NATO-s. Pastaj, normalisht, jemi edhe në diskutime për mundësi të tjera të prodhimeve në Kosovë, mirë po ne inkurajojmë vazhdimsi të rinjt, inkurajojmë kompanitë që të bëjnë inovacione, të krijojnë prototipe, por patjetër që gjitha këto duhet të kalojnë përmes kanaleve zyrtare dhe për këtë ne ditën e djeshme kemi diskutuar me Ministrinë e Industrisë për çështjen e ligjit të industrisë së mbrojtjes, por kam pasur një takim me ministrin Kusari, me të cilën kemi diskutuar rreth çështjes së ligjit të mbrojtjes, një ligj në cilin është punuar edhe gjatë mandatit të kaluar qeverisë dhe që tashmë jemi duke përgatitur për ta prezantuar në qeverinë e Kosovës dhe më pas në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe ky ligj pastaj do të qartësoj gjitha procedurat, do të qartësoj gjithë segmentet e përfshirë në aspektin industrisë. Rasti konkret në Gjilan, për shembull, fillimisht u pa në opinion publik si diçka një arritje e mirë, por pastaj u kriju si shqetësim. Çka është puna? Ne me çështjen e rastit të Gjilanit, normalisht edhe jemi marrë, mirë po çka do të theksoj këtu dhe të sqaroj për opinionin publik, ne kemi bërë një vlerësim të inovatorëve, mes tyre edhe këtë kompaninë, pra Future Minds Academy, që ka prezentuar atë dron. Në tetor të vitit të kaluar, kemi pas një aktivitet bashkë me Udhën Ekonomike Amerikane dhe Ambasadën Amerikane, ku kemi vlerësuar inovatorët që kanë bërë prototipet, apo synojnë të bëjnë prototipet e dronëve me helika, pra një dron i llojit të ndryshëm prej dronit që është prezentuar nga kompania. Pra, deri më tani zyrtarisht çka kemi vlerësuar si Ministria e Mbrojtjes me ekspertët tonë që kemi në ushtrinë e Kosovës, janë vetëm dronët e vegjël, cilët inovatorë të ndryshëm i kanë prezentuar para nesh. Dhe në këtë rastin e këtij dronit me krah, ne nuk kemi qenë të përfshirë as në testim dhe as në vlerësim. Unë vlerësoj që vullneti nuk duhet të mund të themi të përkthehet në veprime të përshpejtuara. Dhe ai ka qenë veprimi i përshpejtuar. Unë besoj që tentativa ndonjëherë për të treguar vullnetin, për të prodhuar dhe për të punuar, duhet gjithmonë të ndërlidhet me aspektin ligjor, me aspektin procedural. Pra, inkurajojmë gjithë inovatorë që të vazhdojnë
me, mund themi, prototipet, me produktet e veta, mirë po gjithmonë duke u koordinuar dhe gjithmonë duke pritur kur të jetë e mundshme që procedurat të njeken në mënyrën e duhur. Po, edhe e përmendet çështjen e konkursit, puna e rekrutimeve, por edhe tema që vazhdimisht zon interes është kjo metoda e shtetit për shërbimin ushtarak jashtë këtyre rekruteve zyrtare. A ka plan që të ndodhë diçka në këtë aspekt gjatë këtij mandati qeverisës? Në kuadër të programit të mbrojtjes gjithëpërfshirëse janë disa, mund të themi, fusha që ne do të punojmë në to. Mes tjetër është edhe mundësia që vullnetarët, pra qytetarët vullnetarisht të jenë pjesë e sistemit tonë të mbrojtjes, duke u regjistruar nga Ministria e Mbrojtjes, trajnuar dhe pajisur nga Forca e Sigurisë së Kosovës, pastaj për të qenë të caktuar në një pozicion apo në një njësi përkatëse në rast se kërkohet prej tyre që të kontribuojnë. Pra, shërbimi vullnetar do të jetë një ndër objektivat që i kemi në kuadër të mbrojtjes gjithëpërfshirëse dhe që nënkupton që shoqëria, pra qytetarët, po jo vetëm qytetarët, institucionet, shoqatat dhe organizatat e ndryshme mund të listohen në Ministrinë e Mbrojtjes si kapacitet i mundshëm për të bashkëpunuar në rast krizash, konfliktesh apo dhe fatkeqësive natyrore. Kjo do ndodhë brenda mandatit? Po patjetër, ne implementimin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse do ta kemi ndër prioritetet e para. Normalisht që për këtë çështje fillimisht do të na duhet që të ndërtojmë komisionet ndërqeveritare, planet e veprimit, pastaj komunikimin me nivelet komunale. Çdo që është i gatshëm mund të lajmërohet si vullnetar pastaj edhe të marrë trajnimet e duhura që të jetë gati në çfarëdo situatë. Do të marrë trajnimin e duhur, mirë po gjithashtu ne do të kujdesemi që të ketë pajisjet dhe armët, dhe për këtë vetëm kemi bërë hapat e nevojshëm. Vitin e kaluar kemi prokuruar armë individuale, 3 fesh më shumë se që kemi personel në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe që planifikohet të ketë Forca e Sigurisë së Kosovës, mënyrë që pjesa e armëve individuale, që është më tepër se që është personeli në FSK, të jetë e dedikuar për vullnetarët, cilët do të jenë pastaj si sistemi të mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Është një sistem që do të ketë kriter të moshës, ta zëm, në konkurset që i hapni, ka kriter të moshës këtu? A është çështje mosha ose gjendja fizike ose aftësi tjera? Normalisht për ushtarët aktiv, edhe për ushtarët e rezervës aktive, ka kritere, kërkohet që të kenë moshën, pastaj përgatitjen fizike, shëndetin. Ne do të kujdesemi që të vendosim kritere edhe për çështjen e, mund të themi, pjesës vullnetare, të qytetarëve mirë, po tashmë po dëshmohet për ditë më shumë në konfliktet e ndryshme në përbot që asnjë moshë nuk është e padobishme në rast lufte edhe në rast të fatkeqësive. Po dhe për fund po të pyes edhe për epopejën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, tashmë i keni nisë përgatitjet, është javën e ardhshme, qysh do të jenë aktivitetet kryesore dhe a jeni gati? Po ne vetëm e kemi përfunduar takimin e dytë të Këshillit Shtetëror për shënimin e epopejës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kemi përfunduar gjithashtu agendën, e cila është publikuar, por edhe jemi duke punuar edhe në organizimin e aktiviteteve veç e veç. Normalisht si gjithmonë dita e parë do të filloj me aktivitetet që janë kryesisht solemne, pra mbledhjen e qeverisë, mbledhjen e kuvendit dhe mbledhjet solemne në kuvendet komunale. Paraprakisht në ora 8 kemi planifikuar që në çdo shkollë, çdo klasë të Republikës së Kosovës, ora e parë i dedikohet epopejës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, për të vazhduar pastaj të aktivitetet tjera që për atë ditë, aktivitetit qendror normalisht do të jetë rrështimi i njësive të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kazermën Adem Jashari. Komuna e Skënderajit është duke organizuar një garë mbar kombëtare për volejboll në femra, që do të realizohet në Skënderaj. Pastaj dita e dytë i kushtohet kryesisht homazheve dhe mund të themi respektimit të gjakut të dëshmorëve tonë për të kaluar në ditën e tretë që është nata e zjarreve. Gjatë ditës së dytë do të jetë edhe akademia për kujtimor. Dhe po ja shoh UÇK-n në krahëror, një prej temave që e unifikoi spektrin edhe politik edhe shoqërinë është ky marshi për kërkim drejtësisë për rishkrirjet e UÇK-s në Hag. Folën edhe presidentja edhe kryeministri në thirrje për drejtësi, 2 fjalë për këtë punë. Lufta shërimtare, pra lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, është luftë e pastër, është luftë e drejtë, pavarësisht çdo tentative për ta përlyer
luftën e UÇK-s, do t'jetë e pamundur që t'i ndërrohet, mund të themi e kaluara ushtrisë shërbimtare të Kosovës, edhe natyra dhe karakteri kësaj lufte, natyra e luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës do të vazhdoj të mbetet gjithmonë humane, e pastër dhe drejt, përderisa karakteri i saj gjithmonë shërbimtar. Ministër Maqedonë, faleminderit shumë që gjete gotë vish kompas dhe ti diskutojmë kërrejt këtë çështje. Faleminderit për jesh. Faleminderit shumë, kënaqësi. Do të shkëputemi tash me marketing për të vazhduar me tjera tema në pjesën e dytë.